Kështu qend Endacak mbredhin lirshëm në hapësirat e qendrës klinike universitare të Kosovës. Rastet e sulmeve janë të shpeshta në QKUK, ku nuk po kursehen as fëmijët, stafi mjekësor e as punëtorët e institucionit. Qytetarët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse largimin urgjentisht të tyre. Po ka që bashkë që të ka ndodhur një rast që në tregun. Një vajzë ka qenë gruaj 7 zonë që e kanë sulmuar qendrën e Endacak, dhe më të vërtet kish shumë, se ai objekt është i pa rregulluar, për momentin ai të rregulluar tash. Atë shumë kish qenë që edhe mua më kanë sulmuar, po unë pak më i pjekën më asaj dhe jam mbrojt. Ama rrezik ka. Ekziston një mundësi të qysh me marrë me streu dikun me dhënë me hongër me pisin në Evropë. Jo me hongër që në rrugë ka shkojnë punë. Qashtu një mjekë që po tregon, ta ka vjen punë thamë hongërën. 5 ditë këmë edhe spitale. Problem është. Ushtruesi i detyres së drejtorit të QKUK-s, Mentor Zejnullahu, ka iniciuar formimin e një shtabi emergjent në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës si reagim ndaj situatës së krijuar nga prania e qendrëve Endacak brenda kampusit të institucionit. Qëllimi i kësaj nisme është sigurimi dhe mbrojtja menjëhershme e pacientëve, stafit shëndetësor, vizitorëve dhe qytetarëve përmes koordinimit ndërinstitucional dhe zbatimit të masave urgjente për identifikimin, kontrollin, largimin dhe parandalimin e rrezikut nga qend Endacak. Shtabi emergjent përbëhet nga përfaqësues të strukturave të brendshme të QKUK-s dhe institucioneve të tjera relevante.